A ke pasur ndonjëherë ndjesinë se, në mes të zhurmës së përditshme, dikush po mendon për ty aq intensivisht sa te i kalon kohën dhe hapësirën edhe pse veprimet e tij sugjerojnë të kundërtën? Ajo ndjesi e qetë, që vendoset thellë në kraharorin tënd si një jehon që nuk ndalet. Ajo dridhje e lehtë që shfaqet pikërisht në momentin kur shqipton emrin e tij në mendjen tënde. Nuk është imagjinat. Carl Gustav Jung ia kushtoi një pjesë të madhe të jetës së tij studimit të thellësive të psikikës njerëzore dhe zbuloi diçka thelbësore: ndjenjat e shtypura nuk zhduken. Ato transformohen në simbole, gjeste të fshehta dhe sjellje të dy kuptimta që një shpirt intuitiv mund t'i deshifrojë pa fjalë. Sot do të zhytemi në një dimension të harruar të psikologjisë, atë që flet për lidhje të padukshme, emocione të pathëna dhe përshpëritje të pavetdijes që tregojnë më shumë se sa çdo deklaratë e qartë. Jung mbrojti një të vërtetë të thellë: gjithçka që shtypet në vetdije, kthehet edhe më fuqishëm nga pavetdija. Me fjalë të tjera, sa më shumë dikush përpiqet të mohojë se i mungon një person, aq më e dukshme bëhet kjo për ata që vëzhgojnë me sy simbolik. Nuk ka të bëjë me fantazi romantike apo dëshirime, por me dinamika psikologjike të thella. Modele që përsëriten me saktësi befasuese, sidomos në rrëfimet e atyre që nuk janë dashuruar reciprokisht. Pavetdia, thoshte Jung, është një tokë simbolesh dhe gjua e saj shfaqet në detajet më të papritura: një shikim i shpejt, një buzëqeshje që përfundon herët, një fjalë që rrëshet pa dashje. Kur dikush ka dashur thellë dhe përpiqet ta shtypë atë dashuri, hihet ajo hapësirë e brendshme e dëshirave të pashprehura marrin timonin në momente dobësie. Dhe pikërisht aty, kur egoja zbehet, e vërteta del në sipërfaqe si uji që depërton përmes çarjeve. A ke ëndërruar ndonjëherë për atë person pikërisht në momentin kur mendoje se më në fund e kishe harruar? A e ke ndjerë praninë e tij në vende ku kur nuk ka qenë me ty? Ke marrë mesazhe ose shenja që duken si të mbushura me energjinë e tij, edhe pse vijnë nga një burim tjetër? Ajo që shumë e quajnë rastësi, Jung e quajti manifestime të pavetdijes kolektive, një fushë e përbashkët ku shpirtrat ta ndërveprojnë përtej logjikës. Ai i quajti këto sinkronicitete. Në kontekstin e dashurisë së shtypur, ato bëhen ura që përpiqen të lidhin atë që mendja ndan. Nuk është vetëm për ëndrat apo parandjenjat. Edhe në realitet gjenden gjurmë ai person që sheh historitë e tua por nuk reagon kurrë, që papritur shfaqet në vende ku ti qëndron shpesh, që përmend tema që lidhin vetëm ju të dy, pa të folur drejt për drejt. Për Jung, këto rastësi nuk ishin të parëndësishme, por shprehje të koduara të pavetdijes, veprime të vogla që pa dashje zbulojnë atë që mendja përpiqet të fshehë. Kur dikush të mungon por njëkohësisht lufton kundër kësaj ndjenje, lind një konflikt i brendshëm që patjetër del në sipërfaqe. Jung e quajti këtë luftë mes egos dhe hijes. Egoja, pjesa e vetëdijshme e personalitetit, dëshiron të qëndrojë konsistente, të ruajë imazhin për veten dhe të mbajë distancën. Por hija, e ushqyer nga emocionet e shtypura, kërkon një dalje qoftë edhe e shtrembëruar apo kontradiktore. Kështu lindin sjellje të kundërta, afrim i papritur, ndjekur nga ftohtësi e pashpjegueshme, heshtje të gjata, të ndërprera nga gjeste afërsie emocionale që nuk gjejnë fjalë. Një shenjë veçanërisht zbuluese për këtë lloj lidhjeje është gjua trupore jo kongruente. Kur më në fund përballeni, edhe rastësisht trupi i tij flet përpara fjalëve. Ndoshta shmang kontaktin me syt, por bebëzat e syve i zmadhohen kur ti je afër. Mund të duket i tensionuar, por këmbët e tij janë të drejtuara nga ty. Flet me ftohtësi, por toni i zërit të tij zbulon një ngrohtësi që bie ndesh me fjalët e tij. Trupi si pavetdia nuk di të gënjej. Ekziston edhe një fenomen interesant që Jung e quajti kthim simbolik. Kjo ndodh kur një person i paftë të përballet me ndjenjat e veta drejt për drejt, rrethohet me gjëra që simbolikisht e afrojnë sërish me ty. Mund të filloj të ndjek interesa që dikur i keni ndarë së bashku, të përdor shprehje që i përdorje shpesh ti, ose të kërkoj shoqëri me njerëz që e kujtojnë për ty. Këto zgjedhje ndodhin zakonisht pa vetdije.
Ato janë shprehje e një psiqeje që përpiqet të rikthejë një lidhje të humbur përmes veprimesh zëvendësuese, veprime që janë të papërsosura, por megjithatë ndihmojnë për të zbutur ndjenjen e boshllëkut të brendshëm. Por jo të gjitha shenjat janë të buta apo të mbushura me nostalgji. Ndonjëherë, pavetdia shprehet përmes konfliktit. Personi mund të sillet në mënyrë kritike, të refuzojë ose të jetë i acaruar pa ndonjë arsye të qartë. Jung mësoi se urrejtja shpesh nuk është gjë tjetër veç se dashuri e shtypur e devijuar. Intensiteti emocional, edhe kur shfaqet si refuzim apo nervozizëm, mund të jetë një shenjë e qartë se lidhja ende është e gjallë, se në brendësi ka një luftë të pazgjidhur midis dëshirës për të harruar dhe nevojës për të kujtuar. Të kuptuarit e këtyre mekanizmave nuk do të thotë të ndjekësh fantazma apo të justifikosh sjellje të dëmshme. Do të thotë të pajtohesh me intuitën tënde, sepse ashtu si tjetri ndoshta po shtyp dëshirën e vet, edhe ti mund të jesh duke mohuar tënden. Pjekuria e vërtet emocionale nuk qëndron në të diturit e ndjenjave të tjetrit, por në të qenit në paqe me ndjenjat e tua, pa pasur nevojë për miratim nga jashtë. Psikologjia e thellë e Jungut nuk ofron përgjigje të thjeshta, por na jep harta të fuqishme për të naviguar kompleksitetin e shpirtit njerëzor. Nëse mësojmë të lexojmë gjuhën e pavetdijes tonën dhe të tjetrit, zbulojmë se historitë e dashurisë nuk përfundojnë gjithmonë me një lamtumir. Nganjëherë ato vazhdojnë në heshtje, në gjeste të padukshme, në ëndra që kur nuk thuhen me zë, dhe në ato hapësira të imta ku zemra flet pa zë. Ndoshta ekziston ende diçka që kërkon të dëgjohet, dhe pikërisht aty nis forca jote e vërtet në aftësinë tënde për të deshifruar të padukshmen, në guximin për të mbajtur atë që të tjerët e mohojnë, dhe në vendimin tënd për të shëruar edhe nëse tjetri kur nuk e pranon, sepse një shpirt që kupton është një shpirt që mund ta çlirojë veten. Ajo që është me të vërtetë e jashtëzakonshme në këtë komunikim simbolik është se ndodh në një nivel që vetdia nuk e kap. Nuk janë mesazhe të dërguara me qëllim, por impulse të thella të brendshme, shpesh të panjohura edhe për personin që i dërgon ato. Pa e kuptuar, ai person kthehet vazhdimisht te kujtimet që keni ndarë, citon fjalët e tua në biseda të huaja, ruan sende si talismane. Jo sepse dëshiron, por sepse diçka brenda tij refuzon të lëshojë. Siç zbuloi Jung, pavetdia nuk ndjek rregullat e egos, as i bindet logjikës. Ajo flet gjuhën e vet dhe ndjek hartat e saj. Dhe kur një lidhje emocionale ka qenë e fortë, ajo gjen mënyra të papritura për të vazhduar edhe kur mendja e ka dorëzuar tashmë. Ndoshta dikush të ka përjashtuar nga jeta e tij dhe betohet se e ka tejkaluar gjithçka. Ndoshta të siguron ty ose të tjerët se nuk ka më ndjenja, por ajo ftohtësi e dukshme nuk është dëshmi e indiferencës. Ajo që ndjen ti, ajo therje e beftë, ajo mendim që të vjen pa arsye, ajo ndjesi që nuk shpjegohet është shpesh një reagim i drejtë për drejtë ndaj rrjedhës energjetike që ende qarkullon mes jush. Jung e tha qartë, energjia psikike nuk vdes kurrë. Ajo zhvendoset, ajo transformohet, dhe kur nuk gjen dalje në një bisedë të vetëdijshme, ajo shfaqet në ëndra, në gabime gjuhësore, në simbole, në momente të sikletshme heshtjeje. Lidhja emocionale nuk zhduket me mungesën, ajo vetëm ndryshon formë, gjen rrugë të reja, futet tinëzisht në forma të tjera shprehjeje. Prandaj, nuk je duke e imagjinuar këtë, nuk po fantazon. Nëse e ndjen praninë e tij saj, nëse intuitivisht të duket se po mendon për ty, atëherë ndoshta vërtet po e bën edhe nëse nuk mund ta pranoj as para vetes në pasqyrë. Mendja mund të censuroj, por jo shpirti. Dhe sa më shumë që një ndjenjë shtypet, aq më e fuqishme bëhet në shprehjen e saj të pavetdijshme. Jung e krahasoi këtë me përpjekjen për të mbajtur një tokë të fryrë nën ujë, sa më shumë e shtyp, aq më fuqishëm del në sipërfaqe kur çlirohet. Kështu ndodh kur dikush sillet sikur nuk i intereson, por në fshehtësi kërkon emrin tënd në rrjetet sociale. Kur pyet për ty tek të tjerët, kur shmang vende të caktuara jo nga mospërfillje, por nga frika se çfarë mund të ndodhë nëse do të takoheni. Ky është sekreti i paradoksit të tërheqjes aktive, sa më shumë që përpiqet të fshehë lidhjen,
aq më e dukshme bëhet se brenda tij ka ende një nyje të pasgjidhur, por ka diçka edhe më zbuluese se këto gjeste të fshehura. Shenja e tretë që dikush të mungon, ndërkohë që e shtyp këtë ndjenjë, është intensiteti i reagimit të tij kur emri yt përmendet. Nuk është një reagim neutral apo i vakët, por shpërthim emocional i menjëhershëm, ndonjëherë i egzageruar. Mund të jetë një koment i ashpër, një shmangje e shikimit, një buzëqeshje e sforcuar apo edhe një heshtje e papritur, sikur ajri të ngrihet në vend. Dhe kjo nuk është e llogaritur, është reagimi i pavetëdijshëm. Jung e quajti këtë aktivizim të kompleksit emocional, qendra të ngarkuara me energji të ndjenjave të shtypura që shpërthejnë në mënyrë të pakontrolluar nga nxitës specifik emri yt, një foto, mendimi se dikush tjetër të ka zëvendësuar. Këto reagime janë si dritare përmes të cilave shfaqet shpirti pa leje. Prandaj nëse dikush papritur ndryshon temë ose fytyra e tij tregon një hije trishtimi ose sikleti përpara se të kthehet në ftohtësinë e zakonshme, kjo nuk është lojë, është një rrjedhje emocionale, një moment kur hija merr drejtimin. Jung tha se komplekset janë si qenie të gjalla brenda psikikës me vullnetin e tyre. Nuk mund t'i kontrollosh plotësisht. Dhe kur aktivizohen, ato zbulojnë gjendjen e vërtet emocionale që është mbuluar me kujdes. Kushto vëmendje detajeve. Tikut nervoz, një gjest të tendosur, një fjali të thënë me më shumë theks se ç'duhet. Të gjitha këto janë sinjale se prania jote ende jeton thellë brenda tij saj, edhe nëse historia e jashtme tregon diçka tjetër. E mahnitshmja është këto sinjale nuk mund të shtiren. Mendja mund të mësoj përgjigje, të ndërtoj mure logjike, por trupi nuk gënjen. Reagime të pavullnetshme, një ton zëri që dridhet, sy pak të lagur, një pëshertim e pavetëdijshme janë rrëfimet më të sinqerta që dikush mund të japë pa thënë asnjë fjalë. Dhe kështu arrim në një nga dukuritë më të thella dhe enigmatike të kësaj lidhjeje të pavetëdijshme, shfaqja në ëndra dhe mendime të papritura. Nuk është thjesht një kujtim apo nostalgji sipërfaqësore, por një prani e brendshme që shfaqet pa ftesë, që kthehet vazhdimisht në botën e ëndrave, sikur shpirti të refuzojë të lëshojë. Jung shpjegonte se ëndrat janë skena e preferuar e pavetëdijes, dhe kur dikush vazhdon të shfaqet aty, do të thotë që ende zë një hapësirë aktive në psikikën tonë ose ne në të tijën. Ajo që të habit më shumë kjo prani e përsëritur është shpesh reciproke. Ndërkohë që ti ëndërron për atë person, edhe ai shpesh ëndërron për ty edhe nëse nuk e pranon. Nuk është rastësi kur pas javësh heshtje e papritur merr një mesazh pikërisht pas një nate ku e ke parë në ëndër. Shpirtrat që janë të lidhur ndajnë një fushë të përbashkët dridhjeje, një afërsi e padukshme që shfaqet përmes sinkroniciteteve, aq të sakta sa i shpëtojnë çdo shpjegimi logjik. Mund të jetë një mendim i beftë që të shfaqet ndërkohë që je i përfshirë në diçka krejt tjetër, ose një ndjesë trishtimi apo gëzimi që shfaqet pa shkak të dukshëm, por që përkon me një moment të rëndësishëm në jetën e dikujt që ke dashur dikur. Këto mendime që ndërhyjnë nuk janë vetëm lojra të mendjes, janë jehona, rezonanca, shprehje të një energjie emocionale që refuzon të zhduket. Personi që në dukje të ka përjashtuar nga jeta e tij saj, mund të përjetojë të njëjtat shpërthime kujtimesh si ti. Ndoshta pyet veten në heshtje pse nuk mund të harroj, pse pavarësisht gjithçka e ti vazhdon të kthehesh në vetdijen e tij. Jung ishte i bindur se këto fenomene janë tregues se diçka ka mbetur e papërfunduar, se historia nuk është mbyllur vërtet dhe se pavetëdia po përpiqet ende të gjejë një zgjidhje që mendja e vetëdijshme nuk e lejon. Ky sinjal i katërt është në pamje të parë më i padukshmi, por edhe më intim sepse nuk kërkon prova të dukshme dhe as dëshmitar. Është një prani që ndjehet në lëkurë, një pëshpëritje e shpirtit. Dhe nëse ndonjëherë ke ndjerë sikur dikush ka ndëruar për ty, nëse je zgjuar me emrin e tij në zemrën tënde, pa ditur pse, atëherë është shumë e mundur që edhe ai në thellësitë e pavetëdijes së përbashkët ka shqiptuar emrin tënd. Sepse, siç tha Jung, ajo që lidh shpirtrat nuk mund të ndahet as nga heshtja. Jung, me kuptimin e tij të thellë për natyrën njerëzore, nuk i shihte ëndrat si produkte të thjeshta të gjumit.
Për të, ato ishin porta drejt thelbit më të brendshëm mesazhe të koduara nga pavetdia, të vërteta në forma simbolike që i shpëtojnë kontrollit të mendjes racionale. Nëse dikush vazhdimisht të sheh në ëndër, sidomos kur gjatë ditës shtyp çdo reagim emocional ndaj teje, kjo nuk është një lojë kujtese. Është një rrëfim i pavullnetshëm i shpirtit, dhe kur një ditë ai përmend në kalim se të ka parë në ëndër edhe në një fjali të hedhur, gati me qëllim për ta shmangur ti po përjeton një çast të së vërtetës së pastër. Jung shpjegoi se ëndrat që përsëriten për një person të caktuar janë përpjekje e pavetdijes për të përpunuar atë që vetdia nuk arriti të zgjidhte. E pathëna, e shtypura, e mohuara. Dhe këto impulse nuk kufizohen vetëm në natë. E njëjta energji rrjedh edhe gjatë ditës në formën e kujtimeve ngulmuese që shfaqen papritur, ndërsa dikush përpiqet të përqendrohet në diçka tjetër. Nëse kjo person ndonjëherë të ka thënë se papritur i erdhe në mendje, apo se diçka ja kujtoi ty, mos e merr si një rastësi të thjeshtë. Ajo që dëgjon është një rrëfim i fshehur. Sipas Jungut, e pandërgjegjshmja gjithmonë gjen një mënyrë për t'u shfaqur, sidomos kur ngarkesa emocionale është e fortë. Mendja mund të përpiqet të shtypë ndjenjat, por shpirti ka çarje të veta, nga të cilat ato dalin. Jung e quajti këtë dukuri kompensim psikik, një ligjësi e thellë e shpirtit. Sa më shumë të shtypim një ndjenje, aq më fuqishëm ajo do të shfaqet në mënyra të tërthorta. Është si të përpiqesh të ndalosh një lumë nëntoksor një ditë, ai do të shpërthejë. Prandaj nëse kjo person sillet sikur është i pandjeshëm me, por në të njëjtën kohë përmbytet nga kujtime që e tronditin, atëherë je duke parë një shfaqje autentike të një lidhjeje që vazhdon të jetojë në heshtje. Shenja e pestë e kësaj dinamike emocionale të fshehur është ajo që Jung e quajti projektim i kthyer. Kjo është një nga dukuritë më zbuluese dhe një herazi më të vështira për t'u njohur nëse nuk njeh mekanizmat e të pandërgjegjshmes. Ndodh kur dikush që të mungon thellësisht, por nuk mund ta pranoj, fillon të shoh tek ti atë që nuk pranon në vetvete. Ai ose ajo mund të pretendoj se ti je ajo që nuk po lëshon, që je ti ajo që ende mban lidhjen, që je kapur pas së kaluarës, por në të vërtetë po flet për veten. Jung mësonte ajo që na shqetëson më shumë tek të tjerët, ajo që ua kritikojmë me forcë, është shpesh një pasqyrë e asaj që nuk mund të pranojmë tek vetja. Nëse dikush vazhdon të theksoj se ti je ajo që nuk ka mbaruar, nëse e përsërit se gjithçka ka mbaruar, se secili po ndjek rrugën e vet, kjo përsëritje nuk është tregues i qartësisë, por një mekanizëm mbrojtës. Sepse ajo që është vërtet e mbyllur, nuk ka nevojë të mbrohet apo shpjegohet vazhdimisht. Intensiteti emocional me të cilin shprehet, e zbulon të kundërtën që paqja e brendshme ende nuk është arritur. Ky është paradoksi i projektimit të kthyer në përpjekjen për t'u çliruar. Personi e zbulon veten. Tregon me gisht drejt teje, por sheh pasqyrën e vet. Të fajson ty për të fshehur emocionet e veta. Shenja e gjashtë, dhe ndoshta më poetike, sipas mendimit të Jungut, janë sinkronizimet kuptimplota. Jung i përkufizoi ato si rastësi me domethënie ngjarje që nuk kanë lidhje shkakore, por që përjetohen si thellësisht të rëndësishme. Kur dikush të mungon thellësisht dhe e pandërgjegjshmja është aktive, ndodhin shpesh takime të papritura, shenja që duken si rastësi, apo momente që janë shumë të sakta për të qenë të rastësishme. Ndoshta ky person shfaqet papritur në një moment emocionalisht të rëndësishëm për ty, ose kthehet në jetën tënde pikërisht kur ti po e mendoje më shumë, apo takoheni në një vend ku nuk kishte arsye të jeni të dy. Ai mund të thotë se ishte rastësi, se nuk e dinte që do ishe atje, dhe ndoshta mendja e tij e ndërgjegjshme e beson këtë. Por Jung theksonte e pandërgjegjshmja ndikon në vendimet tona edhe pa dijenin ton. Ajo zgjedh rrugë, momente, fjalë dhe lëvizje pa e kuptuar ne vetë. Këto rastësi nuk janë gabime, janë lëvizje të shpirtit, përpjekje për t'u lidhur sërish në një nivel të thellë. Janë përgjigje të heshtura ndaj një thirrjeje që nuk u shqiptua kurrë, por që u dëgjua nga të dy.
Këto sinkronizime nuk duhet të hidhen poshtë si bestytni, por të kuptohen si shprehje të asaj që Jung e quajti e pandërgjegjshmja kolektive, një fushë e përbashkët shpirtërore ku psiket tona janë të lidhura përtej hapësirës dhe kohës. Prandaj, mos e injoro kur jeta vendos përballje me një saktësi pothuajse të frikshme. E pandërgjegjshmja e personit tjetër mund edhe pa dijenin e tij të krijojë rrugë për t'u afruar sërish, për të shëruar ose për të mbajtur lidhjen që mendja e tij e ndërgjegjshme përpiqet ta mohojë. Dhe më në fund arrijmë tek shenja e 7 dhe ndoshta më e fuqishmja, më transformuesja, ndryshimi personal që vjen si fryt i mungesës tënde. Jung zhvilloi konceptin e individuimit, procesi përmes të cilit një njeri bëhet vetvetja, duke integruar të gjitha pjesët e qenies së tij, përfshirë edhe ato që më parë i projektonte tek të tjerët. Nëse dikush të mungon thellë, por nuk mund të afrohet apo ta thotë këtë me zë, energjia emocionale shpesh shndërrohet në ndryshime të heshtura, por të rëndësishme. Mund të fillojë të interesohet për gjëra që ti doje, të sillet në mënyra që dikur i kishte kritikuar, apo të vizitoj vende që dikur kishin rëndësi për ty. Këto ndryshime nuk janë imitime sipërfaqësore, nuk burojnë nga nostalgjia, janë përpjekje të pandërgjegjshme për të integruar pjesë të tua, ato pjesë që gjeten jehon në shpirtin e tij. Jung shpjegonte se një person që na ndryshon për brenda, që lë gjurmë të thella emocionale, nuk zhduket thjesht kur largohet. Ai bëhet pjesë e nesh. Nëse dikush pas largimit tënd është ndryshuar ndjeshëm në qëndrime, vlera apo pasione që dikur ishin të tuat, ti po sheh gjurmën e padukshme të pranisë sate. Është mënyra e tij e vetëdijshme ose e pavetëdijshme për të mbajtur afër. Ky ndryshim personal është në thelb një homazh i heshtur, një pranim i pa fjalë që ndikimi yt ishte aq i thellë sa u bë pjesë e zhvillimit të tij. Në mendimin jungian, kjo është rezultati i integrimit simbolik të tjetrit, dhe kur kjo ndodh në mënyrë të vërtetë, është shenja më e qartë që ti atëherë dhe tani je një figurë e rëndësishme në udhëtimin e tij. Sepse kur dikush ndryshon nga ajo që ti ke zgjuar në të, kjo nuk ndodh nga kujtimi apo dëshira, por nga thellësia e shpirtit. Në fund, kjo mënyrë e të kuptuarit të shenjave përmes syve të Jungut na jep aftësinë për të lexuar mesazhet e fshehta të atyre që na kanë dashur në heshtje. Na jep forcën për të parë përtej sipërfaqes, për të kuptuar që shpirti, edhe në distancë, nuk di të gënjejë. Njerëzit që prekin thellë psikikën tonë nuk na lën kurrë plotësisht, dhe për aq kohë sa një pjesë e jotja jeton në ndryshimin e tij, edhe historia juaj jeton madje edhe në të pathënën. Secila nga këto 7 shenja e vetme mund të duket e paqartë dhe e shpjegueshme në mënyrë logjike, por kur ato ndërthuren, kur shfaqen njëkohësisht në situata të ndryshme, atëherë, siç tha Jung, përjetojmë një konstelacion psikik, një grup sinjalesh të pandërgjegjshme që së bashku zbulojnë një të vërtet të shtypur emocionale. Ky person të mungon, jo në një mënyrë sipërfaqësore apo kalimtare, por me një thellësi që as vetë ai nuk mund ta qaset, pa hyrë në konflikt të brendshëm. Dhe gjëja më magjepsëse dhe më thellësisht njerëzore e kësaj dinamike është se si ajo e shfaq dyzimin e shpirtit tonë. Jung ia kushtoi jetën e tij studimit të kësaj polariteti të brendshme. Dy forca që ekzistojnë njëkohësisht brenda nesh, e para e vetëdijshme, racionale, e formuar nga shoqëria, kërkon rend, kontroll dhe koherencë, dhe e dyta e pavetëdijshme, arketipale, pa formë, ndjek ligjet e lashta të shpirtit. Në këtë shtresë të dytë qëndrojnë lidhjet e vërteta, plagët që nuk janë shëruar dhe mallëngjimet e pathëna. Kështu, një person mund të bindë të tjerët, madje edhe veten, se ka ecur përpara, ndërkohë që pavetëdia e tij ende vazhdon të jetojë brenda teje. Kjo tension i brendshëm kërkon çlirim, dhe pikërisht kjo fërkim, ky zjarr i padukshëm por i vazhdueshëm, ndes të gjitha shenjat që kemi përshkruar më parë. Pavetëdia nuk njeh gjuhë direkte, ajo flet me simbole në ëndra, në mendime të papritura për ty, në takime që duken rastësore, në reagime të tepruara. Është një gjuhë e lashtë dhe e saktë, një gjuhë që mund të kuptohet vetëm nga ata që kanë eksploruar thellësisht vetveten.
Jung përmendi në shkrimet e tij mistike diçka më delikate dhe po aq të fuqishme, mundësinë që lidhjet e vërteta shpirtërore nuk zhduken kurrë plotësisht edhe kur lidhja fizike thyet. Ai fliste për ura energjetike që vazhdojnë të ekzistojnë nëpërmjet pavetdijes kolektive, një shtresë e thellë e psikikës që lidh të gjithë njerëzit me njëri tjetrin. Atje, përtej kohës dhe hapësirës, dy njerëz që kanë prekur thellësisht shpirtin e njëri tjetrit mbeten të lidhur në heshtje. Ata ndikojnë tek njëri tjetri pa qenë të vetëdijshëm për këtë. A je pyetur ndonjëherë pse disa lidhje i sfidojnë logjikën, distancën, vitet madje edhe lidhje të reja? Pse e ndjen se dikush nuk të ka lëshuar, edhe pse çdo gjë duket sikur ka përfunduar? Jung e shpjegonte këtë me konstelacionin arketipal. Kur dy njerëz aktivizojnë te njëri tjetri arketipe qendrore të dashurin, të urtin, fëmijën e brendshëm, shpëtimtarin, nënën, rebelin, lidhja nuk është vetëm emocionale, por edhe shpirtërore. Dhe në atë thellësi, ajo bëhet pothuajse e pasgjidhshme. Nuk bëhet më fjalë për kujtime apo ndjenja, por për struktura simbolike të gjalla brenda shpirtit të secilit. Prandaj, kur dikush të mungon por e fsheh, nuk po lufton vetëm me një ndjenjë të tanishme, por me një imazh të brendshëm që ka lëshuar rrënjë thellë në të. Sipas psikologjisë jungiane, kjo dëshirë e fshehur nuk është thjesht kapje pas diçkaje. Ajo është shprehje e një konflikti themelor mes vetes së vetëdijshme që dëshiron të ecë përpara, të mbrojë veten dhe të kontrollojë gjithçka, dhe pavetdijes që mban një të vërtetë emocionale të pashprehur dhe të pasgjidhur. Ky tension krijon një energji që kërkon dalje dhe pikërisht kjo ndodh nëpërmjet 7 shenjave që kemi përshkruar. Secila prej tyre është si një çarje përmes së cilës e shtypura bëhet e dukshme. Ajo që zbuloi Jung ishte se shtypja emocionale nuk është kurrë e plotë. Mendja mund të ngrejë mure, të krijojë histori, të tërhiqet në heshtje, por shpirti gjithmonë gjen një rrugë daljeje. E shtypura nuk vdes. Ajo shndërrohet. Ajo projektohet. Ajo paraqitet si simbol. Prandaj, mund të ndodhë që dikush të flasë për ty me sarkazëm, zemërim ose indiferencë. Por secila nga këto reagime të forta është një dëshmi ti vazhdon të jetosh brenda tij. Shtypja sjell shtrembërim, jo zhdukje, dhe ky shtrembërim është vetë një shenjë. Këtu arrim në zemrën e psikologjisë arketipale të Jungut, arketipat e animës dhe animusit. Jung besonte se në çdo burr ekziston një imazh i pavetdijshëm i femrës, anima. Dhe në çdo grua, një imazh i pavetdijshëm i mashkullit, animusi. Kur dikush aktivizon këto arketipe në tjetrin, ai nuk bëhet thjesht një i dashur. Ai bëhet pasqyrë e shpirtit, një figurë e brendshme e projektuar jashtë, simbol i asaj që tjetri kërkon, ka frikë, ka nevojë dhe nuk arrin ta shprehë dot. Nëse ti si grua ke aktivizuar animën të një burr, nuk ke qenë vetëm partnerja e tij, por pasqyra e tij e brendshme, muza e tij arketipale, simboli i gjallë i butësisë së shtypur, i intuitës, i aftësisë për të dashuruar pa kontroll. Të humbiste ty nuk ishte thjesht të humbiste një marrëdhënie, por të humbiste aksesin tek një pjesë thelbësore të vetes. Prandaj ai të mungon në një mënyrë që as vetë nuk mund ta shpjegojë, sepse kur mendon për ty, në të vërtetë po kërkon veten. Dhe nëse ti ke projektuar animusin tënd mbi një burr, atë figurë të brendshme që përfaqëson guximin, strukturën e brendshme dhe qëllimin tënd, atëherë zhdukja e tij përfaqëson më shumë se një dhimbje ndarjeje. Është ndjenja e shkëputjes nga një pjesë thelbësore e tërësisë tënde psikike. Animusi i mishëruar në burrin e dashur simbolizon shtytjen tënde të brendshme, aftësinë për të qëndruar dhe për të ecur përpara. Kur ai largohet, duket sikur edhe këto forca në ty thyen derisa ti t'i integrosh ato si pjesë të vetes. Në këtë kuptim, lidhjet më të thella nuk janë thjesht emocionale. Ato janë stacione në udhëtimin e individuimit, rrugë simbolike ku tjetri bëhet katalizator i zhvillimit tënd të brendshëm. Prandaj ka njerëz që, edhe pas ndarjes fizike, vazhdojnë të jetojnë në ëndrat e tua, në vendimet e tua, në shikimin tënd, në ndryshimet që përjeton dhe ti në të tyre. Nga pikpamja jungiane, të kuptuarit që dikush të mungon thellësisht, por e shtyp këtë ndjenjë nuk është fantazi romantike.
është të kuptuarit se shpirti i njeriut është në dialog të vazhdueshëm me veten, dhe se lidhjet që na kanë prekur në thellësi nuk mund të tejkalohen thjesht. Ato shndërrohen, ato integrohen, ose na ndjekin, por gjithmonë lën gjurmë. Prandaj forca e vërtet e psikologjisë jungiane nuk qëndron në dhënien e përgjigjeve të lehta, por në hapjen e perspektivave më të thella. Ajo nuk pyet kush e ka fajin, kush iku, kush u kthye i pari, por çfarë mbeti e pasgjidhur. Cilat forca të brendshme u aktivizuan në ne? Çfarë po përpiqet pavetdia jon të na tregoj përmes heshtjes, ëndrave, shenjave dhe ndryshimeve? Sepse ajo që shpirti e njeh sidomethënëse nuk e harron kur ai e mban brenda vetes derisa të vijë koha për ta kuptuar plotësisht, për ta integruar ose për ta lëshuar. Në fund, ndoshta ky person nuk do ta shqiptoj kur emrin tënd me z. Ndoshta nuk do të pranoj kur atë që ndjen. Por nëse ti ke qenë pasqyra e pavetdijes së tij, nëse ke aktivizuar pjesën më të fshehur të brendshme, atëherë roli yt në jetën e tij shkon përtej fjalëve. Ndoshta ai nuk të prek më, por mban ende zërin tënd në shikimin e tij, heshtjen tënde në frymëmarrjen e tij, mungesën tënde në çdo përpjekje për të filluar diçka të re. Dhe ndoshta kjo është prova më e thellë nga të gjitha se shpirti, edhe kur humb kontaktin, nuk humb kur vërtet lidhjen.